Falë Zotit që këtë vajzë e kam mirë dhe ma kanë marrë ata miqtë e mi. Nëse me lejon Flori, miqtë kosovar, ata që i kam bajtur këtu ma kanë marrë në Kosovë. Kanë një biznes, po, kanë një biznes, ka 6 muaj vajza ime. Sepse u shkëput nga Ministria e Mbrojtjes dhe ata kanë hapur një biznes ndriçimi dhe ma kanë marrë protokolliste dhe sekretare. Pra, shife çfarë është karma, shife si kthehet. E mira kthehet në të mirë. Lung kush bën mirë. Por çfarë nuk thuhet? Se ti sheh edhe personazhe që dalin dhe flasin, edhe japin mesazhet e tyre dhe thonë edhe që ndoshta e ka kaluar. Çfarë mendon tash që nuk thuhet që duhet të thënë më shumë? Se sa e vështirë është? Shumë e vështirë është. Dhe po të them një gjë Flori, ata mjek, ata infermiere dhe ata punojësi që punojnë aty, nuk e di, janë shumë të fortë që e përballojnë. Po atëherë kur doli te onkologjiku që merrnin para. Unë për vetën time nuk, jo vetëm që nuk është diskutuar nga ana doktorit edhe e mjekve, dhe nëse ka në një emision për t'i falenderuar, unë si paciente do t'i falenderoja pa fund. Dua që ne bashkë ta mbyllim intervistën duke më thënë çfarë do t'i thuash ti Fationës? Unë Fationës i them dua të bëjmë një gjyshe e lumtur. Pres që të bëjmë një gjyshe e lumtur. Pse, Flori? Se dua të më hapet kjo derë dhe të më hynë nipa dhe mbesa dhe t'i drejtojmë Majlindës, t'i them. Mami është e rrethuar me shumë dashuri. Mund t'i thoja shumë gjëra. Por, me të gjithë forcën që kam, të luftoj deri në fund. Si çdo nënë. Vetëm nëna, thot Gorki një fjalë, vetëm nëna thot nuk ka frikë thot të vdes. Pse? Sepse e di thot që dikush tjetër nuk ja jep atë dashuri, si që ja jep nëna. Ndaj dhe unë do të bëj përpjekjet më të fundit. Dhe nëse më kuptove, dhe unë të falenderoj për intervistën që filluam që nga dera, nuk e kuptoj do të jetën pa dalë në Baçë pa parashitur. Më duket sikur kjo derë thot, këtu sot mirëmëngjes vjen Majlinda, mirëdita vjen Fationa, para pak minuta shfola me vajzën. Më merr shpesh, mami si je, si ashtu. Dhe më duket sikur i kam në çdo moment të pranishme. Kur shikoj tek mamografia Flori që vinë vajza të reja, them, unë jam shumë plak. Duhet të bëjmë kontrolle. Një pa kujdesi e imja, urdhëro ku më çoj. 20 metra e kam spitalin amerikan. Duhet të bëjmë kontrolle. Jeta shumë e shtrenjtë, edhe pse vjen me dhimbje. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.